Gjendja e krizës shpallet kur ekzistojnë rreziqe që kërcënojnë seriozisht të mirat materialo-teknike, shëndetin dhe jetën e njerëzve, kurse parandalimi i tyre kërkon volum më të madh të burimeve dhe menaxhim të centralizuar. Në rastin e Gostivarit, ky vendim nënkupton marrja e kontrollit. Qeveria qendrore merr përgjegjësinë për menaxhimin e krizës pasi ndërmarrjet lokale dështuan në sanimin e situatës. Mobilizimi maksimal, të gjitha institucionet shtetërore, ndërmarrjet publike dhe burimet në dispozicion vjen në funksion të zgjidhjes së problemit me furnizimin me ujë. Aktivizimi i QMK-s. Aktivizohet shtabi kryesor pranë qendrës për menaxhim me kriza, i cili mlidhet vazhdimisht dhe koordinon të gjitha aktivitetet në terren. Në kontekst të kësaj, në Gostivar merren këto masa: sanim urgjent, inxhinierët dhe ekspertët shtetëror marrin menjëherë përsipër pastrimin, dezinfektimin dhe aftësimin e ujësjellësit të qytetit. Sigurimi i ujit alternativ. Vazhdon shpërndarja urgjente e 50.000 litrave ujë të pijshëm falas në ditë përmes pikave të posaçme për qytetarët. Inspektime dhe hetimet e rrepta. Inspektoratet shtetërore kryejnë kontrolle të jashtëzakonshme në punën e ndërmarrjes lokale, ndërsa prokuroria publike po zhvillon një hetim të detajuar për të përcaktuar përgjegjësinë penale për rrezikimin e shëndetit të qytetarëve. Angazhimi i burimeve. Nëse lind nevoja, shteti mund të angazhojë edhe burimet e Direksionit për Mbrojtje dhe Shpëtim dhe të Armatës. Ligjërisht, gjendja e krizës, sipas ligjit për menaxhim me kriza, qeveria me propozim të komitetit drejtues e merr këtë vendim kur ka rrezik akut për shëndetin, epidemi, burime të elmuara, katastrofa natyrore, zjarre, përmbyqje ose kërcënime të sigurisë, kur organet e veçqeverisjes lokale, komuna dhe shtabi i krizës i qytetit nuk kanë kapacitet, makineri ose financa të mjaftueshme për të lokalizuar dëmin vetë dhe nevoja për procedura të shpejta administrative. Gjendja e krizës në një rajon mund të zgjasë më së shumti 30 ditë, ndërsa nëse ka nevojë për zgjatjen e saj, qeveria duhet të kërkojë miratimin e kuvendit.